Erioni Saj, vetëm për ndërtim ujësjellësash ka abuzuar me rreth 7 milion euro. Nga ana tjetër, SPAK nuk ka arritur të gjejë aferat e mëdha dhe deri më tani, pas kaq vite shëtime, mezi ka arritur tek afera prej 50.000 eurosh me Entela Çano. Në vim, do t'ju tregojmë se kryebashkiaku i Ersekës e ka pasur dorën e lëshuar tek financat publike ku në disa investime ka paguar mbi 250.000 euro ekstra për punime që nuk u kryen kurrë. Dhe parat përfunduan pikërisht në kompanitë e drejtorëve apo vartësve të Erioni Sajt, duke ngritur dyshime të forta për një tjetër skem 5D në Bashkinë e Kolonjës. Në datën 6 dhjetor 2023, pra vetëm 3 javë larg nga fundi i atij viti, Erioni Sajt tenderoi rikonstruksionin e digës së rezervuarit të Gjonçit dhe ndërtim prita malore në fshatrat e Bashkisë Kolonjë. Vlera e tenderit ishte 240.000 euro. Kompanitë fituese të këtij tenderi ishin kompania Rehovari dhe B93. Sipas tenderit, brenda 4 muajve nga nënshkrimi i kontratës, pra nga data 6 dhjetor 23 deri në datën 6 prill 24, kompanitë duhet kishin përfunduar punimet për rikonstruksionin e digës së rezervuarit të Gjonçit. Projekti parashikon rikonstruksion dhe punime të ndryshme për riparimin e digës, duke përfshirë punime si prerje bimësh, rrafshim skarpatesh, riparim kaldrëmi, punime në kurorën e digës si ndërtimi i parapetit e të tjera. Në digë ka dhe punime të tjera si vendosje e reperash topografik, vendosje pajisjesh piezometrike për matjen e nivelit të ujit, vendosje pajisje inklinometër vertikal për monitorimin e devijimit të mundshëm në drejtimin vertikal të digës, mbjellje skarpatës së poshtme e të tjerë. Financimi për këtë projekt u bë nga buxheti i shtetit, konkretisht Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Sipas një raporti të kontrollit të lartë të shtetit, shoqëria Rehovari do të kryente 18.7% të punimeve, ndërsa shoqëria tjetër, B93, do të kryente mbi 80% të punimeve. Nga kqyrja e faqes së Spending Data rezulton se kompania Rehovari, 3 javë pasi nënshkroi kontratën me Bashkinë Kolonjë për rikonstruksionin, ka marrë në datën 29 dhjetor 23 një pagë në vlerën 210.000 euro nga Bashkia Kolonjë. Sipas kontratës, kontraktori do të paguhet për sasinë e punës së realizuar me tarifën në preventivin në njësi për secilin zë punimesh. Pra thëndryshe, pagesat për këtë tender ndaj kompanive që do të kryenin punimet do të disbursoheshin pasi të ishin dorëzuar situacionet e kryerjes së punimeve. Dhe më tej, kontrata parashikonte se mbikëqyrësi i punimeve duhet të kontrollojë punimet e ekzekutuara nga kontraktori dhe duhet të verifikojë shumën që duhet i paguhet kontraktorit brenda 20 ditëve pune nga data që kontraktori paraqet komunikatën e tij 134 tek drejtuesi i projektit. Ndërsa një tjetër pikë e kontratës parashikonte që nëse autoriteti kontraktor gjatë zbatimit të kontratës ka informacion për veprime korruptive, informon organet kompetente. Nga kjo e fundit, kuptohet që ishte detyrë e Bashkisë Kolonjë dhe kryetarit të saj Erioni Saj që jo vetëm të mos paguante para pa përfunduar punimet, por nëse konstatonte se kompanitë nuk kishin kryer punime dhe kishin dorëzuar situacione të rreme, bashkia duhet i dërgonte për hetim në prokurori. Në faqen e prokurimeve publike rezulton se Bashkia Kolonjë ka anuluar procedurën për mbikëqyrjen e punimeve, ndërsa sipas një raporti të KLSH, Erioni Saj ka nënshkruar kontratë me një kompani që identifikohet vetëm me gërmën e parë të saj, VSHPK, dhe përfaqësues ligjor shtetasi me inicialet MS. Nga verifikimet e pluk rezulton se kompania me inicialet V është Viking Engineering, ndërsa edhe inicialet MS përputhen me ato të administratorit të kompanisë, shtetasit Marvi Shamat. Një tjetër detaj që konfirmon këtë fakt është se Bashkia Kolonjë ka anuluar tenderin e mbikëqyrjes, ndërsa KLSH ka gjetur gjithashtu se për kontratën prej rreth 5.000 eurosh nuk janë kryer pagesa nga Bashkia Kolonjë për mbikëqyrjen e punimeve. Sipas kontratës, mbikëqyrësi i punimeve është përgjegjës për fondin e veprës. Situacionet e paraqitura nga kontraktori pas kryerjes së punimeve në faza të ndryshme mund të paguhen nga investitori vetëm pasi të jenë shqyrtuar dhe firmosur nga mbikëqyrësi i punimeve. 20. Kur vëren shkelje të dispozitave ligjore, investitori ka të drejtë i urdhërojë mbikëqyrësit pezullimin e punimeve dhe i lindet drejta të kryejë prishjen e kontratës duke kërkuar dëmshpërblim mbikëqyrësit. Vlera e shërbimit të mbikëqyrjes është 4.8 milion lek, e cila nuk është likuiduar nga Bashkia Kolonjë, por në këtë rast rezulton se kontrata mes bashkisë dhe mbikëqyrësit ka qenë fiktive. Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion referuar urdhër shpenzimit numër 1117 datë 27/12/23, konstatohet se deri më datë 5/4/24, referuar protokollit të Bashkisë Kolonjë për muajin dhjetor, të administruar nga grupi i auditimit,
nuk disponohet akti dorëzimit të sheshit të ndërtimit, i cili duhet të mbahej midis palëve. Nuk disponohet asnjë dokument në lidhje me njoftimin për fillimin e punimeve në objekt, por disponohet vetëm vendimi i kryetarit të bashkisë EI numër 51, datë 27/12/23 për miratimin e deklaratës për kryerje punimesh. Në këtë vendim miratohet deklarata e kryerjeve të punimeve të riparimit, mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të infrastrukturës ujitjes për objektin e rezervuarit të Gjonçit dhe mbrojtje lumore. Pra, 3 javë pasi ishte lidhur kontrata mes Bashkisë Kolonjë dhe kompanisë Rehovari, jo vetëm që nuk ishte dorëzuar sheshi ndërtimit për kryerjen e punimeve, por kryetari i bashkisë Erioni Saj firmos deklaratën për kryerjen e punimeve, duke nxjerrë njëkohësisht edhe urdhër xhirimi për kryerjen e pagesave në favor të kompanisë Rehovari SHPK. Pra, deklarata për kryerje punimesh është firmosur 21 ditë më vonë nga data e lidhjes së kontratës. Me shkresën e sipërmarrësit Rehovari numër 15, protokolluar në Bashkinë Kolonjë numër 61883, drejtuar vetëm mbikëqyrësit të punimeve, por jo për dieni të Bashkisë Kolonjë, kërkohet likuidimi i situacionit numër 1 i punimeve datë 27/12 në vlerën 22 milion lek. Duke zbritur 5% garancinë e punimeve në masën 1.1 milion, vlera për të likuiduar është 21 milion lek. Situacioni pjesor numër 1 është nënshkruar nga mbikëqyrësi i punimeve MS si përfaqësuesi i shoqërisë VSHPK, kontraktori dhe kryetari të Bashkisë Kolonjë EI. Situacioni pjesor numër 1 në masën 96% të punimeve ku nuk disponohet 135 asnjë relacion bashkëlidhur apo raport mbi ecurinë e punimeve pas 21 ditësh nga lidhja e kontratës dhe në të njëjtën ditë për lejimin e kryerjes së punimeve sipas vendimit numër 51. Vlera e situacionit të mësipërm ishte e pamundur të realizohej në masën 96% të kontratës dhe kjo dëshmon për një fiktivitet pagesash duke favorizuar drejt për drejt kontraktorin e punimeve. Dhe sipas KLSH, ky abuzim ngarkon me përgjegjësi të drejt për drejt kryetarin e bashkisë Erioni Saj, i cili ka shkelur së paku 2 ligje, 1 VKM dhe 3 udhëzime të qeverisë. Skandali është edhe më i madh pasi jo vetëm që Erioni Saj pagoi 210.000 euro 3 javë pasi nënshkroi kontratën dhe pa kryer asnjë punim, por as 4 muaj më pas, pra kur kompania duhet të përfundonte zyrtarisht punimet në digën e rezervuarit të Gjonçit, nuk u realizua asnjë punim. Më datë 6/4/2024 referuar kontratës të zbatimit, përfundon edhe afati i zbatimit të kontratës dhe nga ana e BOE Rehovari NTP 93-2 SHPK nuk është realizuar asnjë zë pune duke mos ngritur as kantierin e punimeve. Pra, pas 4 muajsh nga nënshkrimi i kontratës, nuk ishte realizuar asnjë punim dhe nuk ishte marrë asnjë mazë nga Bashkia Kolonjë. Kjo gjë ka çuar në përfitimin e padrejtë të fondeve të buxhetit të shtetit në vlerën 21 milion e 58.924 lek me TVSH, e cila përbën dëm ekonomik për buxhetin e shtetit. Kompania fituese e këtij tenderi, Rehovari SHPK, ngre dyshime serioze se është një version 5D i Erioni Sajt në Bashkinë e Kolonjës. Kompania është krijuar në 1 mars 2017 nga shtetasi Spiro Zoto, ndërsa selia e kompanisë ishte pikërisht fshati i Rehov, aty ku Erioni Saj ka përqendruar vitet e fundit të gjitha investimet e bashkisë. Objekti i aktivitetit të kompanisë ishte fusha e ndërtimeve publike dhe civile, ndërsa kapitali i kompanisë rreth 1 milion lek. Nga viti 2017 deri në vitin 2022, kompania nuk dorëzon asnjë bilanc në qendrën kombëtare të biznesit, ndonse menjëherë pas themelimit të saj, shoqëria Rehovari përfiton 2 tendera, një në qershor 2017 për rikonstruksionin e ujësjellësit Kronjza në Leskovik dhe një vit më vonë përsëri nga Bashkia Kolonjë fitoi sërish një tender me të njëjtin objekt, rikonstruksioni i linjës së ujësjellësit Kronjza në Leskovik. Të 2 tenderat janë shënuar me flamur të kuq. Në vitin 23, kompania dorëzon për herë të parë bilancën e QKB 5 vjet pasi ishte krijuar. Për vitin 22, kompania deklaron 27 milion apo rreth 270.000 euro xhiro, ndërsa për 21 kompania deklaron rreth 200.000 euro të ardhura. Në vitin 22, kompania deklaron gjithashtu një fitim të pashpërndar në vlerën e 14.000 eurove. Në balancë për vitin 22, Rehovari me pronar Spiro Zoton deklaron llogaritë arkëtueshme nga disa biznese, përfshi shoqërinë Zeqillari SHPK në pronësitë Adriatik Zeqillarit, një tjetër personazh që ka marrë tendera të shumtë nga Erioni Saj, qendrën shëndetësore çlirim në Bashkinë Ersek, AMU SHPK e të tjerë. Në total, Zeqillari deklaron se ka për të mbledhur një shumë prej 42.000 eurosh.
Një detaj tjetër është fakti se kompania Rehovari, edhe pse gjeneron të ardhura të konsiderueshme, deklaron se nuk ka asnjë lloj pasurie të regjistruar në aktivet e saj, ndërsa numri i punonjësve është mesatarisht 4 punonjës në vit. Ndodhte një kompani që gjeneronte të ardhura dhe kishte fitime të pashpërndara në datën 4 tetor 23, Pirozotto vendos çuditërisht të dhurojë kompaninë te një bashkëqytetar i tij, shtetasi Eulion Kasko, banues në fshatin Starje të Kolonjës. Pra, Pirozotto vendos të falë një kompani me kapital 1 milion lekë dhe me një fitim të pashpërndar prej 190.000 eurosh, ndërsa deri në 1 janar 24 fitimi i pashpërndar rezulton në vlerën e 210.000 eurove. Plug ka siguruar një dokument që dëshmon se Pirozotto deri në tetor 23 ka qenë kryeplak i fshatit Rehov, ndërsa në tetor 23 Pirozotto do të emërohet kryetari i njësisë administrative qendër në Bashkinë Kolonjë. 2 muaj më vonë, Erioni Saj do të firmoste për kompaninë e Pirozottos që i adhuroi Eulion Haskos edhe tenderin për rezervuarin e Gjonçit, duke i paguar paradhënie 210.000 euro pa kryer asnjë punë. Plug ka siguruar gjithashtu një dokument që tregon se edhe Eulion Hasko është një funksionar në Bashkinë e Kolonjës, pasi rezulton se është kryeplak i fshatit Starje. Tashmë i mbetet spak të vërtetojë se ku shkojnë paratë e 2 prestanomeve të kompanisë Rehovari, të cilët janë njerëzit e besuar të Erioni Sajt. Fiktivitetin e kompanisë Rehovari SHPK e dëshmojnë edhe bilancet e vitit 24. Nga të dhënat e bilanceve, 7 vite pas themelimit, kompania e Pirozottos dhe Eulion Kaskos rezulton se nuk ka në pronësi asnjë tokë, asnjë ndërtesë, asnjë pajisje, asnjë kompjuter apo asnjë zyrë. E vetmja pasuri e kompanisë që merr tendera nga Erioni Saj është vetëm një makinë me vlerë 240.000 lekë të rinj.